Jone! Mirë mbrëma! Zjerma! Zjerm Ku live, janë? mërë, zjerm live. Ku janë njerëzit? Do futen njerëzit, ku janë? Ku janë? Po Apo Mario qa Santos? bone herë sot? Po që në të pahis tu? A jetu mi u gëzu që po vjen fundi? Edhe pak dit në ndojnë nga Eurosong, shkodra elektronike. Se bëj shaka, edhe pak dit në ndojnë nga zgjedhjet parlamentare. Të Big Brother, jo. Edhe pak dit në ndojnë nga finalja e madhe e mbylljes këtij sezonit të madh. Mario, fal me këtë rast gjysmë finales, unë du me të falenderoj aty. Besohet faleminderit si ma jep këtë mundësi këtë dritare. Sot isha në stadium Shkodrës. Dhe sot u thuj akulli mas shumë vite dhe mu më thonë shif kjo shoku i Marios, më thonë sot në stadium. Pash zoten. Nuk e di si jam një, kisha koha dhe në meta ku në ati shoku që më atësh jam shoku i Marios, faleminderit Mario, mu s'besohet si e Kanë thonë sot në stadium shoku i Marios? Pa, i kjo shoku i Marios që këtë është banë dzing me Marios në thonë. Atërdi morre. Jo mërë jo. Do në u thuj akulli, ma në fund. U thuj akulli, Mario, oficiali e bo VIP e lepik. Pas një fitoj... Ti mbo në VIP, ti do në Instagram i do, ti do në YouTube. Subscribe me tjera fjallat e YouTube-i. Subscribe me tjera fjallat e YouTube-i. Kush ka me të po bo subscribe të kanali jonë Jon Mario. E keni YouTube sa ka lënë derën e parë djathas, majtas. Edhe futesh aty e ke subscribe. Mund nga ngri këto komentet si lexoj të zdi pse ka probleme Instagrami. Atëherë Mario. Hajde herë janë. Prime 32. Gjysmë finalja 32 pra. 32 pra? 32. Gjysmë finalja e shumë pritur. Gjysmë finalja shumë pritur. Ne me Marion kena ba një sëndash që ka kënë shumë illt. Është sëndash me kuja i? Është sëndash me grep? Kleq që shumë vete kanë kuptu dhe vetë votat kanë të regu që disa njës edhe kanë nuat. Pra, sëndash Mario, a keti atë? Po e lexoj. Pyetja. A mendoni se do të thyet kutia e fundit e emergjencës në thonjza Unaza? Shesa kanë marrë pjesë rreth 600 sondusa. Sniperista që dhe kanë votu për po 47%. Për gjithë atë se kuptojnë 47-ën 47%. 47%. Dhe respektivisht 53% jo. Pra nuk do të thyet, thonë publiku mas shumë të thonë që nuk do të thyet. Po. Aja është një gjatë që du të me thonë tanë, o po jo, po pse janë damë shumë gjysë, pse thuti? Sepse është ka një tip kurthit aty, kjo puna e kutis fundit. Kjo nazë ka të bajnë me një qift, sigurisht se, nazë është për një propozim, për një provë, një diçka. Dhe duke pa që kena pa një lidhe, po thojnë me atë sforcume, edhe të minutave të fundit. Lidhe emergjente. Lidhe emergjente, mos val, nëllë që dikush ta thejnë atë, ti bare propozimi, ta marrin me vedin finale, a gjo, se të shmarri në falë, tane a strategji që ka menu vla i malë, me vu një kuti dhe me ik dam den finale mos mu thy, a ban vaki me hargju me ik dam një strategji vla i malë, mos më duket që mund t'i ikun dam. Ata do t'a gjajnë një myrë për me e thy, se du të mu përdorë kutit, për që janë bati, për mu lanë këtë? Dyshimet janë. Eja, hyni për me të regu dignitetin, me rregullu dignitetin. Për familje. Për veç, për tonë marë, edhe për mu e për ty ka hy. Edhe për Milan Shamull, femna që mos dërzohen. Mos e lëshoni vedin, dakor që keni pasi gjatë qeve, ktheu të shti, veni gishin kres, mos e lëshoma vedin në për këshigjanash, por u lëshum edhe herë të vaska, u lëshum zhyt komplet, sigurisht pati kontestime që jo po pëse m'len, po pëse s'po m'len, pëse po m'len. Ka e që për Rozanin të thuj kutin dhët. Po. Edhe u rikëthuj edhe njëherë romanca elektrizuse e gjë. Dhe më thënë,
Por mos harro që edhe nëse se përdorin këto ka edhe një çift tjetër që munden me e përdor, domethënë për me pështu situatën çfarë do E qoftë. Po kundet apo? lidhur me këto dy çiftet edhe ekzistencën akoma të kësaj kutisë të emergjencës që ashtu NASA për çiftet, pra. Është puna që lidhet me 4 finalista, që thotë do të kemi 4 finalistë. Pse ka Po i 5. 4? Po sa? Pse Se për 5. Po për sa? sa? Tik tik tik. Se për 2, po për sa për 3, pse për 3, po për sa për Mund të 4. bajt biletin gja para se me dalë, se i hupën ose Loredana ose Jozi, sa e mërë vllatë pakin kush i di ç'është. Mund të jetë një provë, dhe një gja. Sonte atë e thënë edhe Lajerti edhe Rëzana, edhe kush do të qoftë më, kush do të qitë njët i sigur që do dalim. Ne ma shumë e kena hallë për këtë mundësinë e çifteve. Ose mund të jetë kjo ide marrë që e ka mund kokë që gjesti e thënë, edhe thonë gjesti ti ke një mundësi të shi. Kësaj nuse që i propozove, mund është me ilan mundësin me ikti e me fut këtë finale. Aty të tjeti provë për gjestin me kuptu. A e don asë don, ta man këtë vajzë. Kështu që pra ne kena ba me një pak spesdiks aty së dojin, që ka... Super koment! Lajerti këthën bunën. Oh! Shumë e bukur, Violeta, shumë e bukur. Violeta për Kirasit, humor Kirasion. Bukur. Të shti. Kthejna të shti të disa pika, Mario, që Ne i numërët disa pika se më në fund kena me diskutu ku metet në finale. Te gjysë finalja, pra e shumë pritur, finalistët e shumë pritur. Kena këtë lidhjen, Mario, të gjestit me Eglin, po lidhje jo si herë në parë. Ka shansë ma, shansë, s'ka me u këthy ma, me u përdor ashtu shtu pa ftyrë se kështu. Ne i pështym, ne i gjakë, pa do që e kështu, po. Me vlak, me zorë. Me zorë, me shumë mund është me mlak ti mu, po jo, asë jenë botë. Asë një herë. Mendoj që është e shumë e sforcume, është një lidhje e viteve 60 që nuk bën mu puth, ose nuk ashtu, a na puthën dhe në krevat në gja, mund t'him dhe në pastrim bashk, por jo kështu si herën tjetër që mu puth. Jo, e me më thanë ti s'du, mane, edhe me më puthë s'du. Nuk ka shansë, harroje. Harroje. O jona, ki pas në i fije prurje me video, me kështu video, kanë pru video të këtyne situatave, krevati, vas kam thëtë, është vjetra, se të reja s'kam pas. Ja, ty të pra me... Mario të shti, kush kishte hime në pas, si të pas një... Okej. Kush? Doli kush është të në pas, di kush ishte. Nese, Mario, Ha? kjo ka sjell të shti, ka sjell irritim, ose ashtu nga banorët e tjerë, ose pikërisht Rozana, që është personazhi kryesor ndërmjet ty në dyve, dhe si debate shumë forta me gjestin, që ti nuk e don pse ban për lojë, dhe po në krahun tjetër duke thënë Egli që ti si e koherente ti the ti ke një këtu për me e bën ç'është kjo lidhje, po debate shumë forta që do t'i japin si grinca humoristike, po nuk janë një synim debate, dhe më thënë, vetëm konstatojnë ngjarjen, nuk është se nxorren dritë diçka që s'po e shifshim me që s'po note, domethënë. Mos me u lidh, Eglit i thoshin ti s'pas ke pas dashuri, ja pas ke fut kot, ti uftofe për të ndit. Me u lidh prap gabim, pra si dushti me u lidh dhe me bë, pra na e tham që Egli çfarë doj me bë, e ka gabim. Mos me u lidh te të dyja gratë. Aja se dosh me një hiç. Se e ban gjithmonë një hap me vonesë. Pra nuk e ban në mënyrë të papritur që më lexon tonë me kështu. I ban tana masi nena shkon mend. Se ka bë dhe më me thot haj se po bëj. Po kështu në krahun tjetër kena pas prep me çiftin Jozi Loredana, ku Loredana thotë çam ti s'mbuth më herë në shtëpi, ma çis duket se Jozi ato prit sa me marru me majt sa mos me dal keq, po unë e shoh që nuk kanë as një feeling bashkë këto, as një krisje me i kërcit i fije zemra, absolutisht jo. Jozi vazhdon me atë kanunin e vet, me këngë të tija, dhe nuk ka gjë. Loredana po mundohet me i tregu që ti s'më respekton me dy ca argumenta, ti nuk më respekton në shtëpi, nuk më përqafon, nuk më ledhaton, qa burri e ti. Ma dhe Loredana ka edhe të fortet, kur shkon Jozi me e qu, ishte shumë e bukur kjo pjesë, shkon Jozi me e qu prej gjumit, qo i thot, qo sa vone thot, i thot Loredana, u zem si ti që qo 6 mjesit me ka fugonin për fushkuqe, ma. Ti vetëm një fugon kje, vetëm një orë 6, po di, po e s'ke ma fugona. Loredana. Një tek orar kjetin, 6 mjesit, blen marrë plajë thote mu.
I vare Jozi, ja se ti treni, unë jam me treni, thote me trena, unë I kam tana një dalisim, ti një tek pugon kje, shumë e bukur ishte ajo. Tek orar, jo tek fut, tek orar. Tek orar, ti në ka fushkuqit, shumë e bukur ishte ajo. Loredana, e bashme, me të majtë Loredana, me humor shpin. Edhe debat tjetër, Mario, që vazhdon me kanë, ka fillu më bën shumë edhe I bezdisshëm shumë ky Gerta I Rozana, konstatime prap se kur hine ti pse ke hitim mu ashtu, filloi punat e çmimet, jo po mund ka lanë çmime presidenti, kjo I thot janë çmime, po ti s'din çfarë janë tituj. Debat që do ta nxjerrin se s'kam çam nxjerr. Do ta nxjerrin se s'kam çam nxjerr në Prime. Kështu që do të jetë edhe ky debat sepse edhe Gerta është debatet e meritokracisë jashtë, jo meritokracisë mbrëm. A kupton, ato janë fut qysh janë fut prej zero aty mund të isha edhe unë edhe ti, mund të ishte edhe ne kampion botet mundje për shembull. Jashtë ai është më I mirë, se ai ka marrë medalje arit mundje. Po unë ti s'kena marrë medalje arit dhe kur futen në Big Brother jeni atë 2-0. Dhe mandej, a di ku përfundojnë këto muhabetet kështu për shembull. Hajde të merrem me meritat e tij jashtë ose meritat e mia jashtë, kupton? Muhabet që s'ke si shkon deri në finale, alla hajde burra. I debat që po na loll, mezi po presim me maru ose Gerta mos thirrët as finale veç më ta marrojnë këtë debat që shterp që kanë nga fillimi. Kur hinë fillun historinë, kur hinë në fillim. Çfarë bën mu? Po ti çfarë bën mu? E fillun të. Këta janë si gosipe Mario ose si mund t'i quajmë. Dhe te fundit finale është kjo. Kush do jenë dy finalistat përveç aty në që janë shpallë. Dy finalistat të radhës. Qa ke në një Mario ti përveç gjestit po thëmë, besoj se kena kundërshtim për gjestin? Po, unë mendoj që qartazi, paktën në opinionin publik po dhe në mendjen tonë për si e kanë bërë sezonin, qartazi ka më shku gjëja me Gertën. Qartazi. Po Gerta, po kjo unaza ose Egli, fenomeni Egli, po lobohet shumë, nuk e di pse po lobohet kaq shumë që kjo me kanë finale. Nuk e di pse kanë qef këtë Egli me kanë finale. Të shti, o ka me kene pesta që më djetë një opcioni me atë unazën, me marrë me vedi, ose nuk del hiqe lash Gerta. Po Gertin kanë fillu me spumu, nuk e shofë në komende mirë, në feedback që shofë në komende, nuk e shofë që Gerta, unë se kam vu në diskutim kur që është në finale, po Gerta është demoralizu qysh nga televotimi, prandaj nuk u do të me ba ajo për me kuptu diçka vetë në atë kohë. Është dështë me elan me shku deri në fund, se sa nuk u do të jepi fije demoralizim ajo. Ore pranueshme është me kena, o Danja mërë, se po thojnë o Danja është e pranueshme mërë. Po mas harrojmë se tanë litarë kanë kenë me faza. Në krahasim me Gertën edhe me Gjën, nuk është e pranueshme me kanë Danja, sepse Danja edhe ka hy me vonesë në krahasim me Gertën, edhe nuk ka bët njëjtën dinamik siç ka bët Gjëja në krahasim me Gjën. Sepse njerëzit e harrojnë shpejt se Biku ka qenë I gjatë edhe se dhe një javë Gerta për shembull, po ba gjë, nuk mund t'ja harrosh qysh se kur ka hi luftra që ka ba e peripecit që ka kalu. E kundërta me Rozanën që në fillim ka fjet gjumë, po tesh 2 mujt e fundit ose muj e gjysë të fundit ka kenë zirm. Pra, njerëzit marrin më të freskët ndoshta, Jozi për shembull, thonë Jozi ashtu ka fillu me kenë, po mos harro kush ka kenë Jozi. Edhe Loredana për shembull ka kenë fillim si një njeri që ne vetëm e qeshim, po çfarë Dania po rente I ndajti njerëzve. Po shkruaj dikush një koment të bukur që thotë ajo unaza, kutia unaz mundet me shndru një lojtar, 2 lojtar në një. Me e marrë me veti pra, a thash, e merr me veti në finale. A do të me kthyer në një provë që I vet gjestit kjo ose edhe me Jozi Loredana sa shumë. Ato edhe munden me e bë, se s'kan çfarë, po pse çfarë? Ja, pa provë, marr, me kjo provë shumë e fortë për gjestin për shkak. Me I than, ti si do të shtit? Tregoj veten, për ato dy që bajnë si çifti I vetëm në rruzullin toktor, është provë me tamam. Shumë provë. Pra, kjo është provë mashkull. Ato nuk besoj që e kalojnë këtë provë, sepse ato shtiren aq shumë si çifti unik I vetëm I universit. Domethënë vetëm ata janë ashtu çiftit, asnjë çift tjetër nuk ka. Domethënë pra vetëm ato që janë tamam. A kupton?
Por unë mendoj Jozi dhe Loredana, nga që nuk kanë edhe qa me humë, se ato nuk pretendojnë me fitu Big Brotherin. Nëse ato pretendojnë me shku në finale. Dhe në qoftë se ajo i krijon një mundësi për me shku në finale, akoma më mirë edhe se dy, që më duket pak e komplikume, ato e kalojnë këtë provën e kutisë emergjencë. Kurse ky çifti tjetër e gjëja. Kjo është testi. Ja, duhet me u pa, çka ka me bë Gjesi, se Gjesi thot, kam bën tanat mund thot, edhe në fund me fitu edhe unë me Eglin një çmim të dy bashkë, jo për punë lekë. Se Gjesi se ka të lekë. Sa ka atë ajo të me fitu një. Puna se mirë se shkojnë finale, po janë dy veta në një lojtar edhe për në qoftë se shpallen fitues. Po para që shpallen fitues, aty po thamun me nën Gjesit, mu shpallen fitues sot, edhe me ma marrë edhe kjo meritën mu, kena dal për herë par dy veta. Kjo s'ka pas i gjonë kam bon, kush e di që mendon ai se çka ka ba. Kështu që na pranoj të dashur të publikun e hallat sondazhin që është me shumë spec, por metet në vrazhdën e hipotezave, opsioneve që na kena metet në kuadër të hipotekave. Kështu që duhet pa sot se çfarë po bëjnë, se nuk e lën vllai ma pa ishte surprizash. Dhe vetëm mundësi janë i to. Tjetër kush është? Pra, Joni, ke kishe me anë e ti të shti për me nxjerr në finale kategorikisht 2 tuit? Nuk e diskutoj Gjesin me Gerdhen, nuk e diskutoj hiç. Pra, paka duhet pa që nga fillimi, duhet pa që nga fillimi. Jo vetëm ne, po gjerësisht është kështu. Sepse janë që nga fillimi herë. Nuk mundet Egli që ka një ka dal, ka qetësu. Jozi që ka një ka dal. Loredana është e vetmja që po nuk hinte luftëtarët e forta si për shembull me krahasu me Gerdhen. Por duhet pa ato, duhet me lanë meritën njerëzve që kanë net brenda aty, pa dal një ditë jashtë e pa marrë informacion. Duhet pa. Pavarësisht se në Big Brother tjerë ka pa që kanë shkuar në finale, kanë hi kanë dal. Efi për shembull ka dal, ka shku në finale. Por ajo ka dal. Çu si e prezantuan këtë nuk ngelet më vend për atë që kanë hyrë kanë dal. Shumë njerëz thonë për Eglin më valla. Edhe në komente këtu, po edhe kanë shkruar, edhe kam lexuar në komente shumë para kujt? Eglin më burr. Para kujt? Para Gerdhës më burr. Gerdhën kanë filluar me SB. Mundet me kanë, nuk mundet me thon gjë. Atëherë sezoni është i varur në një aktivitet Instagramit që nuk shërben asgjë gjë, domethënë. Aktiviteti Instagramit i përftuar nga këto që klikojnë pafundësisht like edhe komente, janë treguese algoritmit për faqen e Big Brotherit ndoshta, por duhet me harru që nuk janë treguesa tregtar ose treguesa të vërtetë. Se unë mund me hapi tash 85 akaunte edhe me kliku edhe me komentu nga 85 të ndryshme. Lexo komentet më, në 10 komente 8 i ke Eglin. Që Egli kam dëshirë të shkon finale. Po nuk e ban Instagrami këtë punë. Unë për veti jam qartësu të 2 sezone që e shoh këtë punë. Nuk e ban Instagrami, nuk e ban rrjetet sociale. Rrjetet sociale zojnë vendin e madh që është promocioni. Promocioni i filanit, ftyra, imazhi tjera. Por në fund aty bëhet një analizë, edhe ato që janë më të zjarrt nuk janë ato të rrjeteve sociale, ato që tamam janë zjarrt janë ato që sakrifikojnë. Ato që sakrifikojnë do të thotë ato që paktën çojnë një mesazh. Për mos thonë 5 ditë, për mos thonë ato që janë zhiva e fantastik që votojnë me PayPal, që janë ato me online, me poke, me kështu gjënash. Ajo është tjetër e sop, ajo nuk është e sop i Instagramit. Instagrami po, mundet me afru edhe këto tipat, për me i kujtu që i shtu është situata, po këto s'ka nej situatë. Këto nuk është se kanë nej emergjencë të tipit, po ja merr këti po ja merr ati kjo tjetra. Nuk ka tilla situata për shembull. Ma përpara ka pas. Kurse të Eglit mendoj që nuk duhet llan ton kjo mundësi i marrë. Nuk duhet Eglit duhet të dalë keq jashtë edhe herë valla. Egli ka lyp vetëm informacione nga jashtë, nuk ishte koherente. Do të më bëj si burçi kështu që unë i kthej fjalën në produksionit. Ke gjetur rrugë gabume. Ajo duhet më dalë siç ka një keq jashtë prap. Nuk mundet ajo. Jo la mundësia me rregullu. Nuk e meriton finalen para Gerdhës që ka hangër sa dush fjalë të rënda, luftra, emocione, e gjana. Di për shembull që po na komenton këtu, Miss Lady këtu, XO, vjet thotë kena myt për Julin të i votu. Jo e ka myt, Lady. Lady mund.
Ku ka lanë dhe me thonë shaku. Edhe familja eme në Amerikë ka thonë, kush është një nëmër që voton më? Dhe në hajë është një. Ledi është top. Kutia Unazis, ju keni gjetur njëri tjetrin nuk shkon Kutia Unazis, çfarë thot Mario? Kutia Unazis. Ju keni gjetur njëri tjetrin nuk shkon në finale. Interesant. Ju keni gjetur njëri tjetrin nuk shkon në finale. Si do ishte. Ja po s'ka. Mr. Ledioni i tha, jalla një paralel me mëngjesit. Pse i mërzitun e tha më burr. Gjanat e bukur, edhe pse s'duket e bukur tani tha, po do duket më mbrapa. Do duket shumë më bukur tha, pra ishte një lajm, një info shumë që valla prajmin e kalum Ledioni gjesit se ishte i mërzitur. Prandaj do të ketë një spektakël. Do të ketë një spektakël, nuk e di, u s'di pse kena i këtë nohatën e Timare, ndoshta të tjerë, para vllaznia, nuk e di pse unë e Marja kena pas që këtë nohatën, ndoshta janë të gabum, s'do me thënë gjë, ndoshta mesin 4, se ka thënë Ledioni 4 Marja, çfarë do me thënë, se duhet me kanë 4 finalista, atë e din vllai më rën rregullat në sekond. Edhe thot, unë kutia e emergjencës thotë që mundesh me shtu edhe një finalist. A përjashton rregulli 16? Se rregulli 16 ti sistemon ton hallet. Rregulli numër 16, çfarë dushi, dhe me të prunë helikopter aty më në pishinë. Pap, e fut, për qef, për finale. Tanë bashkon ajo që Gjesi ka me kalu. Për tjerë kena pas marrë lvizje që thonë. Eriozin kisha pas qef. Loredanin se kanë përmend shumë, unë se di pse Loredana për mendimin tënd me meriton më shumë se Jozi. Ti Marja ki pas këtë mendimin, po unë kam pas mendimin këtë kundër që Loredana meriton më shumë se Jozi. Unë marr vesh se si thuti, në kuptimin e sa fair është, si me thonë, sa nuk i ka ra kujnë qaf. Po aty, kjo është problemi që duke i ra di kujnë qaf prodhon ngjarje. Dhe kur prodhon ngjarje, lakohesh edhe përmendesh edhe qarkullon. Dhe ai që ka qarkullu mas shumë ti tash Jozi në këtë mes. E vërtet, po Jozi është krenu, është majt me këtë punën e martesës ose me lidhjen me edhe kur erdh me lidhjen me Loredanin që edhe kur erdhi te me i ka me hatin se unë lidhen aty që diun. Mu t'i spje dalë, spje pështet mu, e tjerë. Pra, edhe Loredana, edhe Jozi kryesorin kanë pasi këtë lidhje. Edhe Loredana në këtë rast, tanë rutimin ka kanë koherente. Jozi përfundoi me shku edhe me i vajzë, do me shku. Mu nga të mu me filitu edhe me i vajzë tjetër duke kanë edhe mbrana aty. Me 504 të qibje. Pra, bajnë lloj kërcitjesh për me ra në sy. Bajnë lloj kërcitjesh me ra në sy. Joni po e shohim tash ti prajmin sonte çfarë po na rezervon. Po. Edhe po futen në prerje tjera për çdo gjë që kena humb, çka kanë humb njerëzit për shembull diskutime ose në ne kena në YouTube te kanali jon. Unë shoh gjatë Marrë, se do më ja bën se unë shoh gjatë gjys finalen. 12:30 ulim traun, çak e mbyllim. Po di kur ka me 12:30 ka me dal gjys finalisti I parë ka me dal jashtë. 12:30. Atëherë neve nuk futen hiç. Qysh tesh? Ja. Futen në ora 4, Mario. Ka ora 4, po flajmi deri në orën 4 e shohim. Ose çorën 4. Zjerma, shikojeni, edhe shpresojmë të jeni to që kena thënë ne këto opsionet, okay? Ne po na shkruajnë pushimi jemi ne se kur doni domethënë, po siç po shikoni un jam akoma në punë të dashur miq. Jam në vogël studios. Edhe s'po di më ku shtëpi son dhe inshallah po kapi një prime. Sa po e shoh me kufje. Po atë temë ty dy në njerëz apo shkon në shtëpi por hajde. Po do të çon te. Po atë po I fut trunga ose kena natën e gjatë. Ore. 2-3 kështu. Zjer moça. Zjer pak ditë mos harroni. Përshëndetje Leskoviku, përshëndetje nga Leskoviku ke. Respekte. Hajde marr. Pra. Shifena. Hajde. Ciao Zjerma. Ciao. Shikim të këndshëm.